Ovaj program realizuje se uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Iznijeti stavovi i sadržaj ovog programa isključivo je odgovornost autora i nužno ne izražava stavove fonda. Ky program realizohet me mbështetjen e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave. Qëndrimet dhe përmbajtja e këtij programi janë ekskluzivisht përgjegjësia e autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimet e Fondit. Shikues të televizionit të UTA, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku me emisionin Gjurmët. Kësaj radhe Gjurmët vijnë nga komuna e Tuzit. Si është jetuar dhe si po jetohet aktualisht në komunën e Tuzit në aspektin kulturor dhe artistik. Do të cillim disa biseda të cilat janë të lidhura, le të themi, me përjetime personale, por duke u lidhur me atë institucionalen. Një regjisor i cili flet për rrugtimin e tij artistik, por i cili është edhe i lidhur tashmë edhe në mënyrë institucionale me Qendrën për Kulturë të Tuzit, se sa ka rëndësi që arti dhe kultura të zhvillohen për të ruajtur identitetin tonë kombëtar. E gjithashtu do të jemi edhe me organizatën turistike të Tuzit për të folur se sa të rëndësishme janë që aktivitetet kulturore të jenë të lidhura ngushtë me gjurmët e popullit shqiptar në Malsi. Gjurmët kanë një mision të tyrin për të folur edhe për të përcjellur zërin e shqiptarëve nga gjitha trojet shqiptare në Maltëzi. Sot kam kënaqësi që gjendem tek shqiptarët në Tuzin e shqiptarëve, i cili ka shumë për të dhënë edhe ka shumë për të folur mbi identitetin shqiptar. Kur themi për identitetin shqiptar, besoj se pjesë shumë rëndësishme e saj është arti dhe kultura. Kam kënaqësi që sot na ka mirëpritur regjisori, por njëherët edhe udhëheqës artistik i Qendrës Kulturore të Tuzit, zotri Idris Gjoka, i përshëndetje, mirë se të gjejmë në Tuz, faleminderit që na pranove ftesën, edhe besoj se do sjellim për gjithë shikuesit disa gjëra që ndoshta edhe nuk i din për artin dhe kulturën, por edhe për ju personalisht. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, është kënaqësia ime, mirë se kemi ardhur në Tuzën Malsi. Gjurmët e thashë kanë një mision, të flasin edhe të përcjellin zërin e shqiptarëve nga gjitha trojet. Kur them për zërin e shqiptarëve në aspektin kulturor të Malsisë, çfarë mund të themi? Nga veçlia juaj e deri tani, ne themi në një moshë më të rritur, a është rritur edhe arti dhe kultura së bashku me ju? Shikoni, ne kemi, t'ju them të drejtën, kemi kaluar disa faza jo dhe aq të mira. Për shembull, nëse flasim për fëmijërinë, dihet që kanë qenë dhe kohra jo dhe aq të përshtatshme në ish Jugosllavi kur ishin në luftë dhe t'ju them të vërtetën, ato kanë ndikuar në formimin ton të brezit tim. Edhe ajo që ne na mbante gjallë artistikisht në atë periudhë kohore ishin këto filmat shqiptar, ishin këto shikonim edhe drama her pas here te këto te kanalet shqiptare. Edhe natyrisht këto punët aq sa ishin të vogla amatore në vendin tonë. Kështu që t'ju them të vërtetën, këta punët që kemi përjetuar, po e them në atë periudhë kohore, nuk është se ishin edhe aq të mëdha punët artistike, po kishin një domethënie të bukur, kishin diçka që ishte pak më ndryshe, edhe kjo, si thua, na ngacmonte edhe na mbante në jetë artistike. Kjo jetë artistike që për ju mori edhe një rrugë profesionale, edhe me shkollimin. Ku ndodhi? Në trojet shqiptare? Po, e vërtet në trojet shqiptare, po mendoj që
pikrisht kam marrë atë nxitjen këtu edhe natyrisht përmes këtyre filmave që i përmenda pak më herët. Unë jam shkolluar në Tiranë, në Universitetin e Arteve të Bukura, Dega Regji Teatri, kam filluar 2008 dhe kam mbaruar në 2013. Me gjitha këto problemet e një periudhe, ju zgjidhni që të merrni regjin edhe t'jeni le të themi të jetoni dhe ta keni pjesë pandar pjesës tuaj. Si e menduat në Maltëzi, në troje shqiptare, në Maltëzi ku ndikimet, le të themi, nuk kanë munguar, vazhdojnë edhe sot sado që mundohemi të themi që po jetojmë në demokraci. Si e menduat si i ri? Do të bëni ndryshimin? Apo edhe nëse do të gjeni një mur përballë, përsëri do ta shtyni për të thënë fjalën e bukur shqipe në art? Është shumë interesante diçka. Dhe kjo është që në një periudhë kohore, për shembull po themi në rini, ti mendon që ti do të çash para dhe do s'ka kush që të ndalë. Ti vetëm para, mund të dalin bariera të ndryshme, po ti do të çash para, do i shkatrosh gjitha dhe do t'i arrish qëllimin. Dhe shumë interesante, me kalimin e kohës, ti e sheh dhe e kupton që nuk është edhe aq e lehtë kjo. Ato bariera nuk është se mund t'i zhdukësh edhe aq kollaj. Megjithatë ti lufton. Çështja është se sa do të arrish. Ti ke atë the goal, qëllimin atje, po se a mund t'i arrish deri te qëllimi, pastaj kjo ngelet për të parë. Ajo që mua më ka shtyrë të studioj ka qenë ndoshta kjo lidhja, po e them shpirtërore me artin, që unë e kam parë si fëmijë, kur shifja ato, kur shikoja më vonë që kanë qenë profesorët e mi, në për ato filma dhe për në teatrin kombëtar të Shqipërisë, e kisha kështu, si janë këta, si duhen këto, si bojnë këta, dhe kur i kam takuar herën e parë, kur fillova impakti i parë me ta që se fillovan për të shkova për të konkuruar dhe fitova, edhe kur i kam takuar herën e parë, shite, këtë që kam parë të ky filmi, se në shkollë gjitha të profesorët, kryesisht të shkollët e Universiteti i Arteve, se shkollët quajmë ne shumë. Edhe kjo është më e bukur, kjo më ka ngel në mendje dhe do të më shoqëroj gjithë jetën, më e veçantë. Kjo pak a shumë është si thua zanafilla e kësaj jetës artistike time. Në Maltësi kur e pe shfaqjen e parë? Shikon, në Maltësi kam parë si fëmijë shfaqje, domethënë flasim në mënyrë amatore, se ne s'kemi pasur profesionista. Kam qenë në fillore, kur kam parë shfaqje, ndoshta kam qenë 12-13 vjeç që më shumë. Shfaqje amatore, edhe njerëzit e mi, njerëzit e fshatit tim, vendit tim, edhe të Maltësisë, në përgjithësi, kanë punuar shfaqje, por në atë periudhë kohore ka qenë pak më ndryshe edhe kanë qenë më afër njëri tjetrit edhe kanë punuar më shumë më me dashuri, kanë punuar këto tuaja. Qoftë folklorin, qoftë teatrin, qoftë gjitha, po them kështu, gjitha zhanret ato që i kemi për shembull. Nuk s'mund të themi që ne kemi për shembull një ansambël të tuaja. Po themi të këtyre gjitha veglave muzikore. Ne kemi këto që i kemi qytelinë. E kështu që ky është thelbi ku unë kam zanafilla që tash më herët, ku unë kam filluar edhe kam parë jo vetëm shfaqje si fëmijë, po edhe domethënë teatr, po edhe folklor. Po. Edhe ajo është pjesë e jone, domethënë nuk të sado që ti mund të tenton të largohesh, mund të largohesh, është e jotja është. E the bukur që ke parë, le të themi nga ata të cilët nuk kanë qenë profesionistë në fushën e tyre, që kanë bërë edhe folklorin, edhe teatrin. Por nga ana tjetër, ndoshta ka qenë një dashuri më e madhe për identitetin kombëtar. A mund ta bëjmë atë dallim më herët? Fjalë, absolutisht është identitet kombëtar, prandaj, domethënë pse kanë luajtur ata? Se
ai dikush është të partë e vetë, ju kanë në për shembull, një lahut të shtëpia, ose ju kanë në një qyteli të shtëpia, që i themi në qyteli, që ky është identiteti kombëtar. Dhe prandaj ata njerëz kanë dashur me çdo kusht me mbajt. Kjo është më e bukur. Ta mbash në do kohra jo aq të politishme, jo aq të përshtatshme për ty dhe për komunitetin tënd, ta mbash shumë me fanatizëm të madh që është e imja, nuk e lëshoj, edhe me e ruajt, kjo është më e bukur. Kështu e kanë ruajt ata njerëz. Edhe të them të drejtën, jam shumë krenar me ta, me çdo njërin nga ata që i kam parë në atë periudhë kohore si fëmijë dhe që disa nga ata jetojnë edhe sot, edhe që vazhdojnë ta mbajnë. Kjo është e bukur. Kjo është fryma. Sa është ruajtur ajo frymë, pikërisht ajo frymë sot, në këtë kohën moderne? Shiho, për fatin e keq, jo dhe aq. Po të bëj unë krahasimin të fëmijërisë sime dhe të një fëmijë sot 12-13 vjeçar është diferencë e madhe. Nuk është ai nuk e don. Ndoshta edhe faji është e ne që nuk ja servirim, ndoshta faji ynë është. Po ka qenë më ndryshe, ka qenë më shumë më afër, kemi qenë më afër me këto, kemi dashur më shumë këto. Tashmë duket sikur është zbehur pak. Ndoshta e bën edhe koha, po kjo nuk do të thotë se është dukur. Pse thash pak më herët se është ndoshta faji ynë, se X-parit ne duhet t'i përshtatemi kohës. Dhe në qoftë se koha është e tillë, atëherë hajde t'i përshtatemi ne kohës, ta gjejmë një modus, një mënyrë që t'i sjellim këta të ri dhe ta kemi jo sa ndoshta sa që kemi pasur ne këtë dëshirë për të bërë gjërat e tilla, po pak më, po themi gjysmë për gjysmë. Kaq do të ishte mjaftueshëm. Tashti po shtash edhe fajin ne qemi të është i breznin më shumë, brezi i dytë dhe i tretë, po e kam shumë. Jemi në një kohë që komuna e Tuzit, le të themi, është për në ndër komunat më të reja për shqiptarët, edhe kemi institucionet, kemi çdo gjë të formuar nga ana institucionale. A duhet, apo le të themi, a ka më shumë bashkëpunim mes artistit edhe institucioneve aktualisht? Fatkeqësisht jo dhe aq sa do të duhej, për fatin e keq të shoqërisë dhe të gjithë neve. Unë kam tentuar që ne punojmë diçka ose saktësisht të bëjmë, të formojmë një teatr sa do të vogël, mirë po kam hasur, po e them kështu, në vesh të shurllër. Nuk e di pse, po ndoshta nuk e ndijejnë, ose ndoshta mendojnë që nuk ka ardhur koha, por kush jemi ne që kemi të drejtën t'i vonojmë etnisë son kohën. S'kemi këtë të drejtë. Kështu që kushdo që është aty, unë apeloj që sa më parë formojmë diçka, të bëjmë diçka. Të din, ja u kam thënë gjithëve, unë i kam takuar, kam qenë biseda me ta, u kam thënë po. Gjithmonë kam pasur premtime, po në fund kanë dalë premtime boshe, kështu që po unë nuk do të dalim. Nuk dalim se thuash, nuk është se e mendoj vetëm që jam në mision që të bëj. Nuk jam në mision, thjesht jam një person që ka dëshirë dhe të mëngull që të formohet diçka në profesionin e tij, të bëj diçka që nesër, se ne patjetër duhet të lëvizim, se e ka dhënë natyra, e ka dhënë Zoti të thonë që të ndryshohen gjeneratat, është brenda, që nesër kur të mos jemi, thuhet që filani pas ka pas kryer një shkollë dhe pas ka punuar diçka, pas ka dhënë diçka mas vetë. Që unë dua patjetër të bëj diçka për etninë time. A jam i bindur se do arrijë. Unë mendoj se profesionistët e artit nuk kanë një orar pune atë 8 orarshëm, por jetojnë me të në çdo minutë. Ju kur e keni ndjerë apo në cilat shfaqje, në cilat interpretime ndoshta, në cilin moment e keni ndjerë që nuk është profesion, por është shumë më shpirtëror? Ndoshta gjatë studimeve të mia. Ju them të drejtën, më kujtohet ai 3 mujoshi i parë, i vitit parë, ata njerëz që i dua shumë dhe i respektoj jashtëzakonisht shumë, janë fjalë për profesorët e mi, edhe për kolegët.
flisnin për ca etyde, për ca mizanskena, për teatrin konvencional, teatri është konvencional. Çfarë flasë? Për një është i pasë, isha idejnë. Ky është dallimi mes profesionalizmit dhe amatorizmit. Është një handek i madh. Si kam ditë unë këto. Edhe gradualisht në kalimin e kohës si kam kuptuar pastaj. Ndoshta kjo ka qenë ajo periudha ku unë kam thënë kur e ndjen brenda, pavarësisht se ti shkon e studion. Këto studimet e me siguri çdo person që studion i ka të veçantë, po më duket mua këto që studion për artin është pak më ndryshe, se ka rastisur jo një herë, pafundësisht herë, ka rastisur që të rrije dhe deri në 12 natës me punë. Se të nesër më vinte profesori dhe bënim etydet. Edhe vetëm vinte e fute e shikon dhe atë, s'më pëlqen. Është i vrit mendjen se ç'a duhet bësh, ai bënte me qëllim, ai është e qëllimshme për të nxitur imagjinatën e çdo student. Kështu që ndoshta ky ka qenë momenti kur e kam ndier me gjithë shpirt atë që e bën. Sa e njihnin kulturën edhe artin shqiptar të Malësisë në Shqipëri? Edhe sa e njohin aktualisht, si mendon? Po ata kanë pasur tendencën që të na ndihmojnë gjithmonë. Pak të flas për profesorët e mi. Edhe për njerëz të tjerë që të fushave të ndryshme që i kam ashtu. Po nuk e di pse ka qenë një tip barriere ose handeku që nuk më duket se nuk janë mjaftueshëm prezent këtu te ne, më duket. Në një farë mënyrë ata kanë një detyrë, po them kështu, morale, ndër gjitha tjetër. Një detyrë morale që të na ndihmojnë pak më shumë. Edhe nuk e di është mjaftueshëm kjo që e bëjnë sot, që klasin. Po se ndoshta dikujt i duket që është mjaftueshëm, po bëjnë mjaftueshëm, se kam dëgjuar biseda të ndryshme nga politikanët edhe nga. Po deri sot mund të kishte pasur diçka, flas gjithmonë për artin që të mos ashtu. Mund të kishte pasur diçka më konkrete. Dhe unë kam tentuar me profesorët e mi që të sjellim qoftë edhe student të rrinë këtu që të kemi kështu, po themi ato shkëmbimet e studentëve kështu të nxënësve kështu. Është shumë, nuk e di, është ngërç, nuk është se ka vullnet të mirë që hajde se po e bëjmë, hajde. Në fundit nuk është se duhet edhe gjithmonë të bëhet me dek, me para. Mund në një herë të bësh edhe në një gjë për që i për vendin, për njerëzit tu, për etnin tënde, për këto. Nëse nuk kemi formimin e teatrit, nëse folklorit nuk i japim rëndësinë e duhur, a mund të asimilohemi më lehtë si shqiptar në Maltezi? Falenderoj për pyetje. Shumë pyetje e mirë. Shumë e vërtetë. Ne duhet të tentojmë që të kemi sa më shumë institucione në gjuhën tonë anëtare. Dhe pse them unë për shembull që ne duhet të formojmë teatrin shqip në TUS. Kur e kam thënë këtë, kam thënë të paktën do të jetë gjatësia e gjuhës të paktën, nëse do të vini ditë të shuhet, do të ketë një, po themi, gjysmë shekulli që do të mbijetoj më shumë. Nuk uroj me gjithë zemra që të shuhet gjuha jone e bukur në trojet tona, po sa më shumë institucione në gjuhën tënde, anëtare, aq më shumë do të ruash dhe do të pasurosh gjuhën. Kështu që absolutisht me shumë pyetje në vend do jam shumë dakord institucionalisht se dakord se populli. Po ne jemi dëshmitar që në historinë e njerëzimit ka ndodhur që janë shuar popull dhe janë shuar gjuhë të ndryshme që nuk ekzistojnë më. Edhe ka të tilla sa duash mund t'i përmend. Kështu që institucionalisht kur e mban e ke, dhe është në mënyrë institucionale që të zhduket kjo duhet pak më shumë
edhe si thuash, nuk mund, edhe në qoftë se dikush e bën me qëllim, duhet pak më thellë dhe pak më vështirë që të arrijë qëllimit. Edhe fundit do të dukeshin edhe pasojat. Gjithmonë flasim nëse, sikur. U shkëputët për një periudhë edhe ishët mërgjimtar. E vërtet. Si e le dhe si e gjetë malësi në aspektin kulturor? Po, t'ju them të drejtën, pak më mirë e kam gjetur se sa e kam lënë, në atë kohë kur unë kam ikur ishte shumë kështu, ndoshta edhe politika e kishte nxirr çdo gjë edhe kështu, edhe luftuam qoftë ne në Mërgat, qoftë këtu që të bën ndryshime, po ato ndryshime mendoj unë që i kemi dashur gjithë nuk janë ashtu siç i kemi dashur ne. Duhet të ishin pak më ndryshe. Po kjo nuk do të thotë se nesër nuk do të bëhen, nuk do të arrijnë qëllimin. Thjesht duhet të punojnë të veprojnë. Nga të moshuarit, ta them kështu, nga të moshuarit të cilët janë më patriot, edhe në Malësi njihen për patriotizëm. A zhvillohen biseda edhe në këto tavolinat e kafeve, për të shkuarën edhe për atë se ndoshta çfarë i frigohen më shumë për shqiptarët në kohët e Malësisë? Zhvillohen biseda të ndryshme edhe për këtë. Unë do të thosha se biseda të tilla më së shumti zhvillohen në Mërgat, paktën atje ku kam jetuar unë në Amerikë. Është shumë interesante se si ata njerëz në çdo takim, në çdo tryezë, në çdo bisedim, në çdo flisnin dhe flasin vetëm për vendin e vet, për Malësinë. Domthonë nuk i harrojnë hallet e veta atje që i kanë. I kanë një tip shplovje, kur në momentin që takohen të fillojnë të bisedojnë për Malësinë, çau bën Malësia. Shumë interesante. Kjo është sado që të flasim edhe të mundohemi ta shpjegojmë, ndoshta nuk kapet vetëm kush e përjeton. Po. Kur e përjeton e kush e. Sa ulesh të pas tavolinës fillojnë. Çau bën atje, çau. Harrojnë Amerikën. Ndërkohë që jetojnë, është shumë e bukur. Janë gjurmë që lëvën blindja. E vërtet. Është e bukur. Ai që lind këtu harroje, këtu ai mund të jetë gjithë jetën atje, të jetojë atje dhe të mos ikur, po këtu i ngel ajo. A janë shqiptarët të lidhur mes veti në aspektin artistik dhe kulturor? Po, kanë qenë dhe janë të lidhur. Kjo është shumë e vërtetë, janë shumë të lidhur mes vetes. Gjithmonë flasim për këtë vendin, për New York ku kam qenë unë. Po e di që edhe në vende tjera, edhe në Detroit, edhe në Kaliforni, të treve. Po këtu? Këtu jemi pak më ndryshe, ndoshta na ka bërë, ndoshta politika, ndoshta intereset, ndoshta pak më ndryshe. Nuk është se jemi aq të lidhur, atje është pak më ndryshe. Atje janë shumë të lidhur mes vetë. I frigohen të rinjt studimeve, qoftë regjisë apo çdo degë tjetër që lidhet me artin, të rinjt shqiptarë? Mund t'i frigohen për një arsye, për të ardhmen e vet. Se në momentin që unë mbaroj shkollën, a do të ketë vend që të punësohem diku. Kjo mund të jetë një frikë, prandaj duhet të jetë kjo në mënyrë institucionale që ne sa të mbaroj shkollën dhe kthehet mbrapa në vendingje që do të kontribuoj të gjejnë vendin, të gjejnë hapësinë, edhe të punësoj dhe të kontribuoj. Lahuta e Malësisë çfarë është për ju? Kam shkruar emrin Idris Gjokaj në internet, edhe dilni aty së bashku me interpretimin e Lahutës së Malësisë. Çfarë është? Shumë e bukur. Është bryma, është brumi, është bërthama, është çdo gjë që ka, domethënë, çdo gjë që lidhet me ne, me identitetin, me të qenurit tonë, me qenësinë tonë, është Lahuta e Malësisë. Në cilat fragmente më shumë? Unë di shumë përmendësh nga Lahuta e Malësisë. Çfarë do më thoje pak? Po, se di, ndoshta ai momenti kur i thot Avdi Pash, ma ka dalë, mos e thuaj të verat fjalë, se përdin e për iman bërqit kjanë e zezanat, sa e bukur është. Ma gjepsi, kur ka gjeta e njeri,
Domethënë, po ne kemi edhe naimin, edhe çajukun, edhe nuk absolutisht kanë meritat e veta, po ndoshta kjo është e jona, lahuta e mundësisë. Edhe unë fola për këtë pak të herët për, domethënë interpretova, nëse mund ta quajmë interpretim. Po ai momenti kur ose Kuka ka të bashkëbisedimin me Ati Pashin, po lahuta është qetësi, është diçka që unë do të preferoja që çdo i ri po flas për rinin, se të moshuarit është pak më ndryshe, të di diçka nga lahuta. Që ta lexoj nuk bëhet fjalë, duhet patjetër ta lexoj, për të di diçka, ta ketë me vete. Është shumë e bukur kjo, sado që të thuash, ndoshta unë nuk di as ta them, të gjej fjalët e duhura që të shprehen dhe që të them se çfarë është lahuta për shembull. Aty ke pafund për shembull. Shembuj që të tregojnë burrëri, besnikëri, që të tregojnë se duhet sado që e ke armik edhe ai tjetri i ka meritat e veta. Aty gjen dashuri primi. Çfarë gjen aty? Për shembull, më kujtoa Stringa e Nokshicit atje. Titullohet është një nga këngët e janë. Çfarë bukur është ajo, çfarë perde është ajo. Se në momentin që vjen armiku edhe kanë filluar njerëzit të ikin, motra ngjelet në një moment në vllaj. Vllai është i plagosur nga një betejë më herët, edhe ka gati një vit që nuk lëviz nga shtratë. Se prindrit u kanë vdekur edhe kanë ngelur motra me vllaj. Aty është e jashtëzakonshme. Se emocionohem edhe nuk mund të, është më mirë që ta ndalë kështu. Kjo është e bukura. Këto momente i vlerësoj më shumë tek intervista, tek biseda sot. Ajo është fantastike. Kur të pyesin jashtë trojeve të malit si jashtë Tuzit, Malësisë, si mund ta prezantoje vendin tënd, çfarë do përziti? Lahuta Malësisë? Si do e prezantoje? Me cilat gjëra? Do është ato virtytet që i kemi pasur ne gjithmonë, që na kanë karakterizuar, që besa, burrëria, këto, edhe pse duhet të flasim ashtu siç është, nuk është se i kemi në atë nivel sa që kemi pasur dikur, por ndoshta këto janë ato fjala e dhënë, mikpritja, sa e bukur është për shembull atje kur thot Kadareja, se kronik në gur, shtëpia e Zotit edhe e mirë. Ajo është ka me shekuj. Ndoshta edhe para epokës sonë, para Krishtit. Shtëpia e Zotit edhe e mirë. Edhe nga këtu lind ajo mikpritja shqiptare, për shembull. Këto i kemi ne që me të cilat mburremi edhe me të cilat si thua na njohin popujt e tjerë. Zhvillohemi edhe jetojmë në kohën moderne, ndërtojmë shtëpi më të bukura, më të larta. Edhe ndoshta nëse kemi një periudhë që nuk vim në një vend kemi pas kanë ndryshuar shtu nga pamja. Por në thelb çfarë duhet të rinj të kenë parasysh që të ruajnë si shqiptar të Malësisë? Shikoni, ka shumë gjëra që kjo është një temë pak më gjerë, nuk është se mund ta ezaurojmë për në një intervistë, po gjithsesi të zhvillohemi patjetër, ju e thatë shumë mirë, është shumë bukur, të zhvillohemi patjetër, po edhe të ecim para, po asnjëherë duke harruar të kthejmë kokën të shohim se ç'a ishim edhe ç'a kemi qenë. Jo të ecim para edhe të harrojmë këto që kemi pasur. Dhe nuk është se kemi pasur vetëm gjëra të mira, kemi pasur edhe anën negative. Dhe këtu do të insistoja unë që të rinia, që të paktën të marrin ndonjë nga këto virtyte që i përmendëm më herët. Paktën nuk do të thotë se duhet të marrin gjitha këto, mos të shturemi, mos të shpërbahemi
deri në një farë feje që as mos të dim se kush jemi edhe nga vime dhe çfarë jemi. Unë kam lënë si një fjali për përmbyllje të bisedës tonë në gjurmët sot, por po ta bëj pyetje këtë fjalin time përmbyllëse. A matet arti me duar trokitje edhe a duhet të tremben në thojza të rinjtë të malësisë që a kanë nga kush të duar trokitën në të ardhmen? Flas sa do të ketë mjaftueshëm publik, por edhe shqiptarë nga gjitha trojet të interesuar për këto gjurmët artistike. Po, ju thatë që arti nuk matet me duar trokitje. Dakord jam se nuk matet me duar trokitje. Me qa mund të matet? Me vlerë, me punën që ti bën për të arritur duar trokitjen. Edhe në qoftë se nuk është e mjaftueshme sa që ti kërkon duar trokitjen në fund shfaqjes, po që të bësh punë, të punosh diçka. Të veprosh që dikush thotë që ti po punon, po vepron. Kaq. Pastaj se ne po si thuash po i mshojmë dhe po i qasemi më shumë gjatë bisedës tonë për rinin, po flasim për rinin, edhe jam shumë dakord që se ngelet të rinia gjithmonë. Tani një tip mesazhi mund të jetë që vetëm po të shkollohen, të edukohen edhe të mundohen që të bëjnë diçka për vendin e vet. E di pse e lë këtë qasjen më shumë tek rinia, sepse kam frikën që do dorëzohen. Ndoshta për këtë i bëj pyetjet më shumë për rinin. Shikoni, është një autor Amerikan, Charles Michael Palahniuk. Ai ka këtë origjinën nga këto vende të që janë të ish komunizmit këto, kanë qenë Çekije kështu, po ka shkuar prindrit më herët i kanë shkuar. Ai është autor shumë i mirë, shumë i njohur amerikan. Pseudonimi është Chuck Palahniuk. Edhe ai thotë arti nuk ka lindur kur nga lumturia. Kuptoni se, domethënë, ti kur je i lumtur nuk ke a di, domethënë, pse lind arti? Në momente frymëzimi, kur frymëzohet kurshëm. Tashti sa bukur e ka thënë, apo jo? Shumë. Nuk lind nga lumturia kur arti, nga diçka tjetër. Nga halli, nga shqetësimi. Dhe nuk kanë hallë edhe shqetësime shqiptare tani. Sa të duash. Dhe nëse ne marrim për shembull këtë thënien e Chuck Palahniuk, edhe vendosim në tryezë për ta diskutuar, shohim se ka një background të madh në historinë e njerëzimit, edhe raste pafund ku artistët dhe arti i kanë paraprit çdo po them revolucioni, ose evolucioni, ose dëshirë për ndryshim, ose kështu. Nëse marrim që nga antikiteti, që quhet antikiteti grek, megjithatë them që ka qenë i përzier dhe ka pasur më shumë elemente të antikitetit i lirë. Dhe vim mbrapa në të gjitha rastet, në të gjitha momentet, në të gjitha periudhat historike kanë qenë këta që kanë luftuar artistët, për shembull. Sa atëherë s'ka pasur ato periudha, s'ka pasur as celular, as televizion. Nuk kanë shkuar për të parë shfaqjen, në shfaqje janë shumë. Po them vetëm për shembull Victor Hugoin, që shkruan ato. Dihet se sa ka shkruar, dhe madje ka shkruar edhe pjesë dramatike, dhe nuk janë lejuar të shfaqen. Madje ai ka ikur 20 vjet nga Franca në Amerikë. Nuk ka jetuar atje derisa është bërë revolucioni i famshëm francez. Kështu që për të kthyer te rinia e vetmja mënyrë për të ndijetuar me identitetin e vet, rinia, është të edukohen dhe të mbajnë frymën tonë gjallë, të frymë që kemi ne. Me cilën gjurmë nga e shkuara duhet të vazhdojmë artin në të ardhmen. Edhe me këtë duhet të mbyllim. Me të gjitha gjurmët e
atyre që kanë qenë rilindja jonë kombëtare. Ata kanë lënë gjurmët e pashlyeshme në kombin tonë dhe sa të rrojë ky kombi jonë, ata do të jenë të parë. Rilindja kombëtare ka qenë ata që ne kemi çdo gjë sot që kemi. Që nga vitet 1880, aty fillon, domethënë nga breshtë e Italisë, ashtu nga aty fillon dhe mbrapa vazhdon deri kur bërë Shqipëria pavarur, dhe mbrapa periudhën tjera me këtë luftë. Rilindja ka qenë. Faleminderit. Uroj që këto gjurmët që folëm sot të zhvillohen në të ardhmen edhe më shumë. Të kemi më shumë biseda të tilla, por edhe minutazhi le të themi ndonjëherë të kufizon për të zhvilluar ndoshta edhe më shumë, edhe më në detaje të gjitha bisedat, por uroj shumë që Malësia, Tuzi pra të ketë gjurmë të bukura artistike edhe në të ardhmen. Faleminderit, unë uroj që të ketë edhe Tuzi, Malësia, po edhe Ulqini, së është pjesë e pandashme jona, si që jemi edhe ne pjesë e pandashme Ulqinit, jemi një, kështu që edhe unë uroj me gjithë zemër këtë që ju thashtë edhe kisha shumë dëshirë që në të ardhmen të shoh shfaqje për shembull së teatrit ose edhe pjesë zhanre të ndryshme të artit dhe bashkëpunim mes institucional mes dy komunave tona. Faleminderit. Për të vazhduar emisionin ton gjurmët sot edhe për të marrë ndoshta disa përgjigje edhe më institucionale edhe për të folur për aktivitetet kulturore jo vetëm, ne gjendemi në organizatën turistike të Tuzit. Cilat janë ato aktivitete kulturore të cilat të pasurojnë edhe më shumë le të themi një vend si Tuzi edhe një komunë e cila ndër të tjera gjithmonë ka pasur si qëllim ruajtjen edhe të vlerave dhe të identitetit kombëtar shqiptar. Unë do të jem në këtë bisedë në vazhdim me shumë kënaqësi me drejtorin e organizatës turistike të Tuzit, zotria Adhen Gjokaj, për të dhënë ndoshta disa përgjigje më formale dhe më në mënyrë zyrtare dhe institucionale. Zotri Gjokaj, faleminderit një herë që pranuat ftesën edhe që jeni pjesë e emisionit gjurmët sot. Të flasësh për komunën e Tuzit, besoj se kemi shumë aspekte pozitive, si një komune e re mbetet akoma të themi kështu, e cila kalendarin e saj e ka pasuruar vit pas viti për të sjellë sa më shumë vlera kulturore dhe artistike. Sa e rëndësishme është në mënyrë institucionale të mbështeten le të themi aktivitetet kulturore që ta pasurojnë edhe më shumë një komunë edhe një vend me qëllim që të ruaj le të themi edhe identitetin edhe artin shqiptar. Atëherë, faleminderit për vizitën, mirë se keni ardhur fillimisht. Sigurisht se është shumë e rëndësishme. Ne gjithmonë, gjithherë i mbështesim çdo iniciativë, çdo kërkesë në këtë drejtim. I kemi edhe aktivitetet tona të veçanta që shkojnë ka kjo kahje për të ruajtur identitetin tonë kombëtar, por edhe ato të themi organizime tjera nga shoqatat, nga vetë grupe, se tash për shembull kena edhe karnevalet e shoqata tjera kulturore artistike, të gjitha hasin në përkrahje tek ne dhe te institucionet tjera komunale. Ashtu që do të them që janë shumë rëndësishme që t'i përkrahim ata, por edhe të bashkëpunojmë, edhe të organizojmë së bashku, se sigurisht se kur bashkëpunojmë, edhe organizimet dalin më të bukura dhe më të pasura. E dim që le të themi të gjitha institucionet, padyshim që janë dygjuesore dhe kanë qëllimin që të përkrajnë çdo aktivitet, por nëse fokusohemi tek aktivitetet që kanë për qëllim më shumë le të themi gjuhën shqipe dhe aktivitetet për shqiptarët, sa janë shtuar ndër vite, me çfarë është filluar edhe si është pasuruar kalendari i aktiviteteve? Sigurisht se duhet respektuar dyzësia dhe duhet respektuar edhe të themi gjuha zyrtare edhe manifestimet e tilla, por siç ceket ju vet, epicentrin apo bazën kryesore e kemi ka ruajtja e trashëgimisë tonë kulturore dhe artistike e gjuhësore kështu me radhë. Të themi si që ceket edhe parë me herët që komuna e Tuzit mund të themi që është edhe ende re, edhe organizatat turistike gjithashtu dhe themelor në vitin 2019. Në fillim sigurisht se nuk ishte programi apo të themi kështu
kalendari I këtyre aktiviteteve ka si pasur, si që është sot. Ndër vite shkon duke ushtuar çdo vit më shumë aktivitete, më shumë ka deri te një kohë ku në komunën tonë të Tuzit kemi të themi me siguri mbi 40 aktivitete gjatë vitit. Biles tani, si që shihni edhe ju vetë, jemi duke punuar edhe kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Në këtë kalendar, biles nuk I kam kyç të gjitha aktivitetet, por aktivitetet kryesore me të cilat do të paraqitemi në panairet e ndryshme dhe do t'ju prezantojmë njerëzve se çfarë aktivitetesh ndodhin në komunën tonë. Pra, mund të themi se mjaftueshëm është pasurua jeta kulturore dhe të gjitha këto në komunën tonë, por mbetet që të ecim e të vazhdojmë mos të ndalemi me kas, po të ecim të pasurojmë edhe më shumë. Nëse do të përmendim disa prej tyre, cilat janë ato që janë më shumë të lidhura me të shkuarën, me tashmen edhe me të ardhmen e shqiptarëve në Malësi? Cilat aktivitete? Shikoni, të gjitha mundohemi që të gjitha të lidhim të kemi një bazë në të kaluarën tonë. Ashtu që të marrëm shembull aktivitetet e organizatës turistike, edhe shtigjet kur I bëjmë, shtigjet malore që I caktojmë të ecim, të dalim në natyrë kështu me radhë, mundohemi që në background, në mbrapa skenë, të kenë atë historinë e lashtë, edhe që është edhe e vërtet, edhe të tregohet ajo mos harrohet se si dikur ecnin në për shkolla, si shkonin në punë njerëzit në për ato shtigje e kështu me radhë. Gjithashtu edhe aktivitetet që I mbajmë edhe këtu në sheshin tonë tani të ri, si që është për shembull panairi I librit I organizuar nga komuna e Tuzit, e dim se nuk është tepër ka hershëm ky panair, tash 6 vite kishte më thënë organizohet, por se sjell në skenë edhe të kaluarën tonë, edhe e ndërlidhim me tashmen tonë e kështu me radhë. Ka mjaft në Malësi të themi se tash e kemi tash sigurisht në posa mbaroi pazari I Dimrit, vjen pazari I Verës, aktivitetet të ndryshme tjera, sportive, kulturore, kështu me radhë. Kur jemi tek pjesa e kuzhinës ndoshta apo edhe atyre që produkteve që njihet Malësia, çfarë promovoni më shumë? Të themi të drejtën, ai është një aspekt tjetër që me të cilën promovohet edhe organizata turistike. Kuzhina e kësaj treve këto është në njoftun për begatin tonë, për mikpritjen tonë e kështu me radhë. Të themi se vitin e kaluar me 8 mars ishte manifestimi qendror I Unionit Grave Shqiptare, të cilët e promovuam me kuzhinën shqiptare këtu në sheshin tonë. Ne gjithmonë mundohemi që në çdo aktivitet të kyçim edhe sa do pak kuzhinën tonë, kuzhinierët tonat me ushqime tradicionale që janë kanë gjithmonë edhe do të mbeten besoj për gjatë motë. A ka vetë iniciativa me temi të shqiptarëve për të ruajtur traditat e tilla, e më pas që kërkohet mbështetje ndoshta? Po, ka iniciativa të tilla, ne siç e theka edhe më herët gjithmonë I përkrahim ato, biles ka edhe iniciativa për ruajtjen e xhubletës, ka iniciativa për ruajtjen e kuzhinave të ndryshme e kështu me radhë, edhe gjithmonë do t'i përkrahim këto iniciativa. Çfarë përfiton një komunitet dhe çfarë përfitojnë shqiptarët, le të themi, me mbështetjen e këtyre iniciativave dhe me ruajtjen e traditave? Vetë traditat e bajnë një popull të veçantë ndaj popullit tjetër. Atëherë ne sigurisht e kemi edhe obligim, por edhe me plot dëshirë e them që I mbështesim këto iniciativa që ta ruajmë atë kulturën tonë, që ta ruajmë atë pasurinë tonë të dikurshme dhe t'ja trashëgojmë brezave të rinj. Ashtu që, si që thash, çdo herë do të gjenë mbështetje tek ne, edhe ne vetë ne pasurojnë edhe atë programin apo aktivitetin e ndryshëm që e kemi këtu. Malësia ka dhënë shumë artistë, por a ka le të themi bashkëpunime edhe me artistë shqiptarë nga trevat e tjera që vinë edhe janë pjesë e programeve, a mbledh më shumë shqiptarë le të themi kur kemi edhe këto bashkëpunimet nga shqiptarët e trevave tjera? Po sigurisht se të themi kështu të drejtën, tash me përqendjes kish me dash me thënë, por baza shumica e artistëve janë shqiptarë.
nga trevat, nga Shqipëria, apo nga Kosova, apo nga Çameria, Çapodivet. Bashkëpunimi është i mirë, ata me gjithmonë, si që shprehin edhe ata vetë me dëshirë plot vinën tuz, takohen me ne, na argëtojnë e kështu me radhë, edhe të ardhmen shpresojnë se kështu do të mbetet. Ne aq sa jemi shqiptarë në trojet e Malit të Zi, mund të themi që po aq fatkeqësisht kemi edhe në diasporë. A është mbështetja e diasporës për Tuzin edhe i përshtatet le të themi kalendari aktiviteteve edhe pjesës kur dihet që janë më shumë në vendlindje? Po, sigurisht se po. Ne pa diasporë nuk e di çka mos flas ndonjë fjalë ndoshta që nuk është e hishme, por shumë dështire kishim pas jetën pa diasporë. Fal Zotit, edhe komuna u fitua, më në fund komuna po funksionon në rregull, investimet janë shtuar, Tuzi të themi është transformuar krejt, por derisa nuk ishte komuna, mos ishte të kanë diaspora, nuk e di çka ishte ndodhur me këtë vend këto. Tani, sigurisht se edhe aktivitetet tona jo përshtasen pak edhe datave se ata i kemi këto. Për atë arsye, ndoshta aktivitetet më të shumta i kemi gjatë stinës së verës, kur sheshi vlon nga vizitorët tonë, nga familjarët tonë se vinë, gjithashtu edhe aktivitetet për brizëve të lumit, në licenin e Shkodrës e kështu me radhë. Pra në një farë mënyrët ja kemi edhe me borxh, por edhe ata me gjithë ceft, ja plotësojmë atë orarin, atë kalendarin e tyre të vizitave këtu, se të kalojmë bashkët momentet bukura. Përmendem, le të themi, gjatë bisedës ruajtjen edhe vlerat, ne e dim që është një zonë shumë në moshë, e cila, le të themi, punon xhubletën. Nga ana tjetër, kur kemi aktivitete kulturore në Tuz, sa mendoni që rinia po bëhet pjesë edhe folklorit ndoshta, apo edhe ruajtjes së veshjes tradicionale? Shoqatave kulturore artistike në Malsi, që mund të them se kemi mjaftueshëm, ruhet ajo. Kjo është shembulli, se pe përmend me duke Tolen Berishaj, shembulli i saj është i rrallë në Mbar Shqiptarin, nuk e dija do të ndodhin ma ashtu një grua në atë mboshtë ta ruajnë në atë traditë ashtu, por sigurisht se brezat e ri nëpërmes këtyre shoqatave edhe aktiviteteve tjera të ndryshme e ruajnë sa do pak kulturën, e ruajnë sa do pak traditën. Shpresoj që të themi edhe në të ardhmen do të vazhdojnë kështu, e dim se është një kohë pak moderne, jetë e shpejtë e kështu me radhë, por me duket mua ashtu se ja din vlerat rujtjes trashëgimisë tonë. Zotri Gjokaj, faleminderit për bisedën, edhe uroj që le të themi të bëhet më mira në të ardhmen, edhe për promovimin, por edhe nga aspekti i ruajtjes së trashëgimisë edhe i vlerave kulturore. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Këto ishin gjurmët të kësaj të diele nga Tuzi. Gjurmët të cilat kanë për qëllim që të sjellin tek ju sa më afër çdo gjurmë të lënë ndër vite, por edhe gjurmët të cilat duhet që të vulosen për të pasur një të ardhme sa më të ndritme, për të gjithë të shqiptarët e kësaj radhe për shqiptarët në Malsi. Ovaj program realizuje se uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Iznijeti stavovi i sadržaj ovog programa isključivo je odgovornost autora i nužno ne izražava stavove fonda.
Ky program realizohet me mbështetjen e Fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave. Qëndrimet dhe përmbajtja e këtij programi janë ekskluzivisht përgjegjësia e autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimet e Fondit.